Sa të ka kushtuar i gjithë luku për sot? Rreth 1000. Rreth 1000. Sa të ka kushtuar i gjithë luku? 130 pazi. Kam emocione pak, ama jo shumë. Jena konë me shoqni që 3 vjeta, i dishysh që e pjesa më mirë. Po, normal, si krejt, emocionet janë, edhe në nota e fundit me shoqnin. E dosha, mundesh më na tregu sa të ka marrë kohë me u përgatitë për mbrëmjen e maturës? O për një javë, jo më shumë. Sa të ka kushtuar i gjithë luku? 130 pazi. Çka ka më të mungu mas shumë ti prej shkollës mesme? Shoqnia. Cili prej momenteve ka më të mungu mas shumë ti që i ke kalu gjatë këtyre 3 viteve? Krejt. Tash edhe pa kohë e keni tisin e maturës. Qysh po nihesh, a ke emocione? Jo, pak. E për mbrëmjen e sotme, a ke emocione? Pak po valla. Mundesh më na tregu sa kohë të ka marrë me u përgatitë për mbrëmjen e maturës? Nuk është e ku marrë shumë me stres në ashtaden, e kom njësë një muj në ashtat i qysh është, krejt. Për qme ma den, së që ka kushtu diçka E përballueshme për familjen. Po. Sonte është nata e fundit që keni me kalu bashkë me shoqërinë e shkollës mesme. Çysh po ndjesh? Kam emocione pak, ama jo shumë. Jena konë me shoqni që 3 vjeta, i dishysh që e pjesa më mirë. Çka ka më të mungu mas shumë ti? Shoqnia, ku e gjimnazit vetë, qysh, qëto senet. Tash edhe pak ditë të keni testin e maturës. Çysh po ndjesh, a ke emocione? Po, edhe për test maturës normal, veç po besojmë që kena me ka përcy mirë. A mundesh më na tregu sa të kohë të ka marrë me u përgatitë për mbrëmjen e maturës? Janë një orë që është. Sa të ka kushtuar i gjithë luku për mbrëmjen e sotme? 250, 270 që është. A ka qenë e përballueshme për familjen tënde? E përballueshme. Çka ka më të mungu mas shumë ti prej shkollës mesme? Shoqnia, rrjedhë. Sonte është nota e fundit që keni me kalu bashkë. Çysh po ndjesh, a ke emocione? Pak emocione kena, po mirë, së kes. Edhe pak ditë të keni testin e maturës. Edhe pak ditë të keni testin e maturës. Çysh po ndjeni, a jeni përgatitur? Më përgatit pak, ama mirë, po mirë, së kes. Qysh po presni që keni me kalu sonte, a keni më kënaq? Më kënaq maksimum i këna me shiju e shumë. E dashur, sa kohë të ka marrë me u përgatitë për mbrëmjen e maturës? Nuk më ka marrë kohë shumë, se i kom pasu ditë e qarta, po për afërsisht një muj. Sa të ka kushtuar i gjithë luku për sot? Rreth 1000. Rreth 1000. Okej, a ka qenë kjo e përballueshme për familjen tënde? Po, faleminderit për familjes tem që mi ka plotësuar gjitha, edhe ka qenë mjaft e përballueshme. Faleminderit për ty në shumë, jam falenderuese. Sonte është nata e fundit që keni me kalu bashkë. Çysh po ndjesh? Po njëna shumë e emocionume, edhe me nëzës përpres me kalu sa më mirë me ta, edhe me shiju çdo moment. Çka ka më të mungu mas shumë ti prej shkollës mesme? Shoqënia mas shumë ti ka më na mungu, edhe momentin që kena pas njëri me tjetrin. Besoj që edhe në të ardhmen kena mu taku ma shpesh me ta, edhe me kalu kohë të mirë që kena kalu deri sot. Tash edhe pak ditë të keni testin e maturës. A ke emocione? Po, tash du të më përgatit që për me kalu edhe këtë sfidë që e kemë, edhe me vazhdu veç sa më shumë përpara. E dosha, mundesh më na tregu sa kohë të ka marrë me u përgatitë për mbrëmjen e sotme? Po, besoj na një javë ma shumë që shtë... Do me thonë për një javë i ke kryer të gjitha procedurat? Po. Sa ka kushtuar i gjithë luku? Një shumë, jo shumë marrament, se... E përballueshme për familjen? Po, normal, po. Sonte është nata e fundit që keni me kalu bashkë. A ke emocione? Po, normal, si krejt, emocionet janë, edhe në nota e fundit me shoqnin.